Përshëndetje miqtë e mi. A jeni ndier ndonjëherë të dëshpëruar? Në fakt kjo na ndodh të gjitha. Personazhi i historisë sonë të sotme u ndje sikur kishte rënë brenda një pusi të thellë dhe të errët. E po mundoi shumë të dilte prej tij. U ndje aq e dëshpëruar sa nuk e deshi më jetën e saj. Por dikush erdhi dhe e nxori prej andej. E me kalimin e kohës, zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat. Mund ta merrni në shtëpi fëmijën. Tani nuk ka më temperaturë. Megjithatë, gruaja juaj është shumë e stresuar. Ajo më tha se kishte fjetur deri në mbrëmje. Si ka mundësi? I dhash disa qetësues pasi fëmia lindi, në mënyrë që ta ndihmoja me kolitin. Dhe mbrëmjen e shkuar, ajo kishte pirë 7 pilula. 7? Po, prandaj për momentin në këtë gjendje që është, nuk mund të kthehet në shtëpi. Unë jam i mendimit që ta dërgojmë në ndonjë spital psikiatrik që të jetë në nënvëzhgim. Uroj që prindit e saj të kujdesen për djemt. Fëmijët do të kenë nevojë edhe për ju, duke qenë se nëna e tyre nuk është në shtëpi. Ajo nuk mund të qëndroj. Duhet largohem menjëherë sepse kam 640 kilometra rrugë për të bërë. I matësh duke dhënë frymën e fundit. Po ndiqni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin me numër 296, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Alo? Mary, kur do të kthehesh në shtëpi? Nuk e di, babi. Kur të më thot doktori? Besoj se e ke marrë vesh që i ati Gjimit vdiq. Po, e mora vesh edhe më vjen shumë keq që nuk mund atje me të. E po pas varrimit ai nuk mundi të largoj për shkak të një stuhie dëbore. I shkreti. Sigur kjo të mos mjaftonte kur djemtë erdhën të dy ishin me grip. Edhe nëna jote nuk mund të kujdeset dot për ta. Nuk ka fuqi. E di, babi. Ti duhet të jesh në shtëpi duke u kujdesur për fëmijët. Edhe jo të qëndrosh në spital duke u shtirur si e sëmur. Më vjen keq, babi. Unë nuk doja të vje këtu. Atëherë ktheu. Personazhi i historisë sonë të sotme ishte e martuar dhe kishte 3 djem, kur krizat e saj nervore filluan të shpeshtoheshin. Ajo ishte fëmijë i vetëm dhe kishte lindur në një qytet pranë liçenit superior, ku gjendej edhe një minier. Zakonisht kur je fëmijë i vetëm ke shumë përfitime, por në rastin e saj përfitimet ishin sfida. Ajo u ri duke u ndjerë izoluar dhe me dëshirë të zjarrt për qenë e dashur dhe e pranuar nga të tjerët. Në pjesën e parë të kësaj historie me 2 pjesë, do të dëgjojmë se si kjo nevojë e saj u plotësua. Kjo është dëshmia e vërtetë e Mary Gorovirsik, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Ne jetonim në një shtëpi të madhe, ku në njëra anë të saj jetonin gjyshrit nga ana e nënës. Ata ishin shumë të çmuar për mua. Deri në klasën e 7 ne nuk ishim as dush dhe as sopë për ngrohje. Megjithse ruaj kujtime të bukura nga fëmiria, shpesh duhet të qëndroja në heshtje, në mënyrë që i mat të flinte i qetë pasi kishte mbaruar turnin e natës, që gjyshi të mos inatosej, sepse dhe gjyshja ishte e sëmurë dhe kishte nevojë të pushonte. Nëna ishte ajo që shqetësohej për gjithçka. Mary u vonua shumë sot kur mbaroi shkollën, dhe unë mendova se mos kishte rënë në ndonjë pus miniere, ose mos e kishte shtypur ndonjë makinë. Ajo donte të shkonte të luante me shoqet, por ato jetojnë 2 pallate larg. Unë nuk dua që ajo të dalë vetëm. Pastaj ato mund të jenë edhe me grip, dhe ajo mund të sëmurret. E po të qëndroj në shtëpi atëherë. Nuk ka punë të bredh rrugëve. Kur isha në klasën e 4, u sëmura rënd me ftohje. Gjatë gjithë kohës që isha në spital, nëna më ndenjë te koka e krevatit. Për shkak të faturave të larta që duhet i paguanim spitalit, unë ndjesha si një barr dhe kjo më shkatërroi plotësisht. Që prej asaj kohe sëmuresha nga mushkrit thuajse çdo vit, të cilat përkeqësoheshin nga duhani që i mat pinte. Megjithatë, reagimet e nënës ishin më infektuese se duhani i Timeti. A mund të shkoj në shkollë vetë, mami? Tani unë jam rritur. Jo, Meri,
Do të çoj babi. Por është vetëm 2 pallate larg, o ma. Nuk dua që të sëmuresh sërish. Të gjitha shoqjet e mia shkojnë në shkollë bashk dhe mua më duket sikur nuk më përfillin. Prindrit e tyre janë njerëz të njohur. Mbase ata mendojnë se ti nuk je aq e mirë sa fëmijët e tyre për të shkuar me to. Vërtet kështu mendon mami? Ti je shumë e mirë. Je bukur, je e zgjuar dhe shkon mirë me të gjithë. Kështu që mos e vrit mendjen për këtë. Nëna më donte, por ndonjëherë thoshte gjëra që më ngatërronin dhe më bënin të ndjesha e dobët. Kur unë isha 12 vjeç, ajo shiti kompletin e dhomës së ngrënies për të më blerë një piano. Unë adhuroja muzikën. Dhe ajo futa në një kurs pianoje. Doja t'i bija klarinetës dhe ksilofonit, por nëna tha se një instrument mjaftonte. Unë isha pjesë e korit të kishës, megjithse shkoja vetëm. Babai më çonte atje çdo të diel, kishte raste kur komentet e nënës e thyenin gëzimin e notave të mira që merrja në shkollë. Oh, shiko, Meri pas ka dalë në gazet me një djalë nga shkolla. Vërtet? Prita shikoj pak babi. E di, më tha pak më parë. E shikon babi? Do kemi projektet tona të artit. Mësuesja e saj më tha se Meri nuk e meritonte të përzgjidhe në tabelën e nderit, sepse punimi i Suzanës ishte më i miri. Foton e Suzanës e donte vetëm sepse Jati punon në drejtorinë e minierës. Përpiqesha shumë që të isha e pranuar, edhe merrja nota të larta, por isha vajzë ndrojtur edhe kisha frikë të flisja përpara klasës. Kur isha në vitin e parë të gjimnazit, rash në dashuri me një student të vitit të dytë. Më në fund po ndjesha e rëndësishme dhe e dashur nga dikush. Qëndruam bashkë për një kohë të gjatë dhe u fejuam. Pasi shkolla mbaroi, unë doja të bëhesha gruaja e tij. Meri, dëshiron ende ta vazhdosh shkollën e lartë? Babi, unë mendoja se nuk mund ta paguanim dot të lartën. Do jemi pak ngushtë, por mund ta paguajmë. Unë dua të bëhem infermiere. Nuk më pëlqen ajo deg, Meri. Pse s'të pëlqen, o ma? Sepse do të kesh të bësh me gra shtatzana dhe njerëz që nuk janë të qëndrueshëm mendërisht. Po unë dua t'i ndihmoj të tjerët. Atëherë bëu mësuese. Po ti e di që e kam të pamundur të dal para njerëzve edhe të flas. Nuk jam e zonja për këtë gjë. Të mëson vet puna. Ti mund ta bësh. Unë dhe i fejuari im e filluam bashkë shkollën e lartë, por vazhdonim të jetonim me prindrit. U bëra mësuese. Kur isha në vit të fundit, gjyshrit e mi vdiqën, fillimisht gjyshja dhe më pas gjyshi. Vdekja e tyre më trishtoi. Për shkak të orareve të ndryshme dhe traumës emocionale, unë dhe i fejuari im filluam të largoheshim nga njëri tjetri. Më pas, nëna më nxiti të ndahesha, duke më thënë që Jati i tij mendonte se unë nuk isha në rangun e të birit. E shkrove letrën që të thash? Po mami, ja shkrova. Do e postoj më vonë. Shumë mirë. Ndihem e trishtuar që po ndahem prej ti. Ti kur e kemi dashur shumë njëri tjetrin. Kjo është për të mirën tënde. Familja e ti nuk të vlerëson siç duhet. Në fakt, ata gjithnjë më kanë trajtuar mirë. Njerëzit shtiren, Meri, kështu që bën mirë të ndahesh. U goditëm nga një makinë dhe më pas na dërgua në spital për kontroll. Kur ishim atje, nëna i kërkoi babait të merrte letrën dhe ta postonte. Kështu fejesa ime u prish dhe unë fillova të ndihesha e vetmuar. Nuk kisha shumë miq, as gjyshrit nuk i kisha më. Jepja mësim në shkollën fillore, kur një sekretar më ftoi të dilja me të. Në këtë mënyrë u njoha me Xhimin, i cili ishte me shërbim në bazën e forcave ajrore, dhe kështu ne filluam të dilnim bashkë. Do me thënë ti e vajzë e vetme. Unë kam 8 vëllezër dhe motra. Të kam zili për këtë. Gjithnjë kam dashur të kem një familje të madhe. Ndërsa unë, jo. Sepse më duhet të kujdesesha për më të veçlit. Unë kujdesesha për kafshët shtëpiake, kur nëna më lejonte. Njëherë ajo më mori macen time të preferuar, edhe unë qava aq shumë, sa ajo e solli sërish në shtëpi. Të të vitë turp të ti. Nuk kemi shumë gjëra të përbashkëta, Xhimi. Po, anët e kundërta tërhiqen ama. Përveç se kur bëhet fjalë për besimin. Mua nuk më pëlqen të shkoj në kish, Meri. S'ka problem. E di që kemi vetëm 2 javë që njihemi, por unë dua që ti të bësh gruaja ime.
A dëshiron të bëhesh zonja Goloversi? Do ishte nder për mua. Vërtet? Kur dëshiron të martohemi? Si thua në qershor, kur të mbaroj shkolla? Një të diel para Pashkës, shkuam me Xhimi në kishën e tij gjatë shërbesës së mëngjesit. Dhe më pas, shkuam në kishën time ku dhash mësim dhe këndova me Korin. Ajo që ndodhi atje, i ndryshoi planet tona të martesës. Meri, çfarë ke? Pse je mërzitur? Drejtuesi i Korit dëgjoi që kisha qenë në kishën tënde dhe u mërzita aq shumë sa më kërkoi të vendosesha në rreshtin e burrave, në fund të Korit. Po bën shaka tani? Jo, nuk ta them dot sa në sikletë u ndjeva. Nuk do vim atje. Shiko, në fillim shoku yt i shkollës tha se ne do të ndaheshim brenda vitit. Dërsa tani na doli edhe kjo. Unë them të martohemi sa më shpejt. Mirë. 6 muaj pasi ishim njohur, ne u martuam në kishën e tij dhe 6 javë më pas, Xhimin e transferua në Spanjë. Në gusht unë shkova tek ai. Atje qëndruam 2 vjet, por unë nuk dija gjuhën, edhe nuk mund të punoja. Ne e donim gjithnjë e më shumë njëri tjetrin. Herën e parë që ngela shtatzën, abortova. Ndërsa herën e dytë, u detyrova të qëndroja në regjim shtrati për 2 muaj. Kur Xhimi filloi të shkonte në punë me një rreshter i cili pëlqente lokalet, atëherë filluan dhe problemet në martesën tonë. Më pas, u kthyem në shtëpi dhe Xhimi vazhdoi shkollën e lartë të lënë për gjysmë, për të marrë diplomën për oficer, ndërsa unë diplomën e masterit. Shkuam të jetonim në pjesën tjetër të shtëpisë së prindërve të mi, atje ku dikur kishin jetuar gjyshrit. Por as kjo nuk e ndihmoi martesën tonë. Ku po shkon? Do dal. Po ti nuk ke mësim sot, Xhimi. Do dal me shokët. Kam nevojë të shlodhem. Kështu nuk po kalojmë shumë kohë me njëri tjetrin. Ti me mësimet e tua, unë me të mijat. Po mirë, pra atëherë pse vazhdove masterin në të njëjtën kohë që unë u ktheva në shkollë? Unë mendova se po të kisha diplomën e masterit, do të mund të jepnim mësim në të njëjtën shkollë së bashku. Po tani ti nuk e pse shkon atje ku shkoj edhe unë. Edhe tani do dal të shlodhem. Të lutem, ule zërin se do na dëgjojnë prindrit në dhomën tjetër. Ja që nuk dua t'ja di. Xhimi! Kur kisha mësim, fëmijët i mbante ime më. Unë u diplomova 2 muaj pasi lindi djali i dytë. Xhimi ishte në ceremoni, ndërsa prindrit e mi jo. Dhe kjo më trishtoi. 3 vjet më pas, ne u larguam nga prindrit e mi dhe blem shtëpinë tonë të parë. Shtëpia ishte ndërtuar në vitet 1800 dhe Xhimi e restauroi. Ai punoi shumë për të më treguar se më donte, por mua më dukej vetja e dobët. Dhe kjo gjë më bëri shumë të ndjeshme. Ndjesha e vetmuar edhe fillova të lexoja novela romantike, gjë e cila vazhdoi për një kohë shumë të gjatë. Në vitin 1971, Xhimi u diplomua. Dhe në të njëjtën kohë lindi edhe djali ynë i tretë. Gjatë lindjes, unë edhe fëmia nuk kishim shumë mundësi për të mbijetuar. Gjërat nuk po ecin mirë, Xhimi. Kemi të bëjmë me një placenta previa. Çfarë është kjo, doktor? Ka raste kur placenta vendoset në anën e brendshme të cerviksit dhe kjo çon në gjakërrjedhje të tepruar. Rrezikojmë të humbasim që të dy, si gruan ashtu edhe fëmijën. U luta që Zoti të na ndihmonte. Dhe ai na ndihmoi. Të dyja dolën ban. Më pas u diagnostikova me kolit, gjë e cila më bëri të dobët fizikisht dhe më stresoi. Doktori më dha disa ilaçe dhe mua më pëlqente efekti qetësues që ato më jepnin. Por u bëra e varur ndaj tyre. Gjatë asaj kohe vjerri im ishte në momentet e fundit të jetës. Fajsoja veten që nuk u gjenda pranë tim shoqi kur ai kishte nevojë për mua. Prindrit gjithashtu më fajsonin. Një ditë u ula në cep të krevatit dhe nuk ndjeja më asgjë. Gjatë kohës që qëndrova në psikiatri, rash në depresion të thellë. Megjithse bëra terapi në grup, prap shumë pak gjëra ndryshuan kur u ktheva në shtëpi. Madje kisha një fobi të re, frikën ndaj lartësive. Të kujtohet i ftuari që mbajti fjalimin në shkollë? Mbrëma ai më shiti një kabinë dhe ndodhet në zonën tënde të preferuar pyjore. E ke fjalën për kampin pranë liçenit? Pikërisht. Kabina nuk ka as ujë dhe as energji elektrike. Megjithatë unë e bleva. Ka një pamje që të lë pa fjalë. Mund edhe ta restauroj më vonë. Po, ai kemi parat për ta rregulluar.
Do kursejmë pak, po do ta rregulloj. Shumë mirë atëherë, Gjimi. Do me thënë mund të shkojmë atje sa herë të duam. Po, mund të shkojmë sa herë të duam. Madje, le të shkojmë që tani. Djem të nisëm pak më parë. Jo, nuk mundem. Që tani filloj të më ra zemra. Nuk mund të shkoj atje lart, Gjimi. Shiko se po bëhesh si nëna jote çdo ditë më shumë, Meri. Nuk do hipësh në çatinë e një fanari, as mbi shkallën e ndonjë stadiumi apo mbi ndonjë balkon. Ti nuk e qenë kështu më parë. Nuk e di çfarë më shkakton. Kështu që është më mirë të qëndroj këtu me djalin e vogël. E po mirë, pra, unë po shkoj me djemt atje. Po deshe, eja. Unë isha me kolit, dhe krizat të tjera barku që Savinin e përkeqësoheshin gjithnjë e më shumë. Doktori kuptoi që gjithçka ishte brenda mendjes sime. Gjithçka vinte si rezultati i nervozizmit tim. Gjimi nuk po gjente dot punë me kohë të plot, kështu që filloi të punoj si mekanik me orë të gjata dhe shpesh dilte me shokët e tij. Ndërsa unë qëndroja në shtëpi me fëmijët. Vazhdoja të kisha dëshirën për të qenë e pranuar dhe kjo më bënte që t'i lejoja të tjerët të përfitonin prej meje. Fillova të mbaja fëmijët e fëqinjve, falas, e jepja makinën borxh kur njerëzve u duaj, ndërkohë që vetë ecja me këmbë dhe ndihmoja të sëmurët kur edhe vetë isha e sëmurë. Një ditë, një mikesh më tregoi për një studim bible, edhe më vonë shkova dhe unë. Grupin e drejtonte gruaja e pastorit. Jemi shumë të gëzuar që ke ardhur në grupin ton të studimit, Meri. Edhe unë, ju jeni njerëz shumë të mirë. Më keni ndihmuar të gjej referencat në Bibël, edhe shumë gjëra të tjera. Megjithse nuk di shumë rreth Biblës. Por po mëson shumë. Kur isha 12 vjeç, doja të bëhesha misionare. Meri, Perëndia ka një plan për jetën tënde, dhe ai do të përdor në një mënyrë shumë të veçantë. Kështu shpresoj edhe unë. Atëherë mikeshat e mia, si thoni sikur të vazhdoj me mësimin e ri? Fillimisht le ta hapim me një lutje. Atë Perëndi, faleminderit për këtë privilegj që kemi për të kaluar kohë me fjalën tënde. Fjala jote është e vërteta. Ne lutemi me fjalët që psalmisti thotë tek Psalmi 119, vargu 18. Hapi sytë e mi, dhe unë do të sodis mrekullitë e ligjit tënd. Zot, hapi zemrat tona që të marrim atë që ti ke për secilin prej nesh. Na mëso atë që ti dëshiron të mësojmë. Në emrin e Jezusit, lutem. Amen. Amen. Aleluja. Sot do të lexojmë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 4. Do shohim historinë e mrekullueshme të gruas samaritane prampusit. Ajo simbolizon të gjithë ata që janë të humbur edhe të papastër. Dhe ky kapitull tregon gjithashtu gatishmërinë e birit të Perëndis për të na arritur aty ku jemi, në mëkat, për të na pastruar. Ai na jep të pim falas nga uji i jetës. Megjithse gjatë gjithë jetës kisha shkuar në një kishë protestante, vazhdova të shkoja në studimin biblik dhe mësova shumë. U lidha ngushtë me lindën, e cila na drejtonte dhe i tregoja asaj paqartësinë që unë kisha në lidhje me shpëtimin. Pas 2 vitesh, me kalimin e kohës, arrita ta kuptoja sakrificën e madhe që Jezusi kishte bërë për të më dhënë mua një jetë të re. Mendoja se isha e shpëtuar duke qenë se çdo të diel shkoja në kishë me Xhimin. Madje dikur kam shkuar në 2 kisha të ndryshme. Megjithatë, ende nuk arrita kuptoj çështjen e shlyerjes së mëkateve. Lexo pak letrën e parë të Gjonit, kapitulli 4, vargu 10. Në këtë është dashuria, jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na deshi ne dhe dërgoi birin e tij si shlyerje për mëkatet tona. Do të thënë, ai zuri vendin ton. Po, Meri, kur ti pranon Krishtin si shpëtimtarin tënd, Perëndia ti fal të gjitha mëkatet. Gjaku i tij të pastron, edhe fryma e shenjtë e Perëndis vjen të jetoj brenda teje. Drejtësia e Jezus Krishtit të pastron në mënyrë që të mund të hysh në parajs. Mendova se kjo ndodh kur ne shkojmë në kishë. Me vepra ti nuk arrin të shkosh në parajs. Zoti të pranon vetëm me gjakun e Krishtit. Ai vdiq për ne të gjithë. Kur ti rilind përmes gjakut të tij të derdhur në kryq, Perëndia përgatit një vend për ty në parajs, një vend që askush nuk mund të ta marrë. Lexo letrën e parë të Pjetrit, kapitulli i parë, vargu 4. Ti je rilindur për një trashëgim të paprishëm, të panjoll dhe të pafishkur,
që është ruajtur në qiejt për ju. Në dhjetor të vitit 1975, kur isha në kuzhinë së bashku me Lindën, u luta dhe pranova Krishtin si shpëtimtarin tim. Kështu fillova të dilja nga humnera e thellë e depresionit. Jo se problemet u larguan, por tani kisha dikë që do të më ndihmonte të përballesha me to. Jimmy u pezullua nga puna dhe filloi të bënte punë të ndryshme për të siguruar të ardhura për familjen. Ai përpiqej shumë për të marrë vlerësimin tim. Megjithse nga ana financiare nuk ishim mirë, për të më treguar dashurinë që kishte për mua gjatë një ankandi, ai më bleu një organo. Për të dy nuk e kontrolluam dot zemërimin. Kështu filluam të ndjenim mëri ndaj njëri tjetrit. Në fund, Jimmy u kthye të punonte në minier. Më pas, shëndeti i Timeti, i cili nuk kishte qenë mirë kohët e fundit, u përkeqësua. Alo? Meri, duhet të shkosh në klinikën Majo. Doktori i ka kërkuar babait tënd të bëjë disa analiza. Pse? Çfarë ka babi? Kardiologu e diagnostikoi me tumor në mushkëri. Nuk mund të operohet? Ai tha që tumori ndodhet shumë pranë arterjes. Është në një fazë shumë të rëndë. Jap se po kërkojnë për një mundësi të dytë. Ti kur do të shkosh? Këtë pasdite. Po ashtu po vi dhe unë me ju, sepse ti nuk di t'i japësh makinës edhe rruga është shumë e gjatë. Babi aq i sëmur sa është, nuk mund të qëndrojë në timon për shumë kohë. Po fëmijët dhe Jimmy? Do i them një fqinji që t'i mbaj fëmijët derisa Jimmy të kthehet nga puna. Si shkoj, Meri? E konfirmuan që tumori nuk mund të operohet. Më vjen keq. Do të kisha dashur që ai ta kishte lënë duhanin. Ku i diet? Mbase sot kanceri nuk do të ishte aq i rëndë. Po tani çfarë do bëjnë? Ai bëri kemioterapi dhe ishte shumë i dobët për t'i dhënë makinës kur u kthyem. Bëre shumë mirë që shkove me ta. Ka për të bërë 23 ditë kurime. Ndaj do të më duhet ta çoj unë, Jim. Dakord, po duhet të bëjmë diçka edhe për fëmijët se nuk mund t'ja lëm gjithnjë fqinjit. Në fakt 5 ditë i kam të zëna. 3 për kemioterapinë edhe 2 për udhëtimin. Kështu që do t'ja lë nënës. Ka për të ndjerë më e dobishme nëse qëndron me fëmijët. Së bashku me Timat, shkova në Minnesota dhe në një qytet tjetër që ai të mund të bënte rrezet. Kur u shtrua në spital, unë mora nënën që të vinte të takonte dhe më pas të kryente disa porosi që kishte. Gjatë kësaj kohe, Jimmy u tregua zemërbutë dhe më ndihmoi. Një ditë pas ditës së falënderimeve, nëna la një takim me doktorin për baban. Por atë ditë prindrit e Jimmyt erdhën për vizitë, ndaj i kërkova nënës që ta shtynte takimin për javën e ardhshme. Në fakt, babai kishte probleme me ruazat e kuqe të gjakut dhe megjithse kimioterapia kishte përfunduar, atij i duhej një transfuzion gjaku i menjëhershëm. Meri, pse po qan? Nëna më fajson mua që ndryshova datën e kimioterapisë. Më bëri të ndjesha shumë fajtore, edhe pse nuk më ka pyetur ndonjëherë për takimet që lë tek mjeku. Ndihem shumë keq. Nuk besoj se e ka ndërprer kimioterapinë për këtë arsye. Pastaj ti bëre aq sa munde, nuk ke arsye pse të ndihesh fajtore. Më pas, ne mësuam se nëse Imat do të kishte shkuar në spital, kimioterapia mund të kishte qenë e rrezikshme për të, dhe ai mund të kishte vdekur. Megjithatë unë ende ndjesha fajtore. Babi jetoi edhe 4 muaj të tjerë, dhe kur ishte në spital, në momentet e tij të fundit, unë po i mbaja dorën. Diçka kjo që nuk e kisha bërë kur isha fëmijë. Nëna ishte shumë e dëshpëruar. Një natë, para varrimit, unë edhe Jimmy së bashku me fëmijët, shkuam me të në qendrën ku do të kryej ceremonia martore. Besoj se i lajmërove miqt që të mos vinë nesër në varrim apo jo. I lajmërova. Ata kishin dëshirë të ishin me ne, por u thash që do të jenë vetëm miq të tut edhe familjarët. Nuk dua që të ketë shumë njerëz. Ata vinë vetëm për të parë dhe për thashe theme. Rrije qetë, nuk do të vi askush. Janë në rregull gjërat për drekën nesër? Po. Sot ja marr me ushqimin. Meri, duhet të ikim tani. Fëmijët janë të lodhur dhe kanë nevojë të flenë. Tani më duhet të ikim, mama. Kaq herët?
Po është pothuajse mesnat. Ik, se mos e ke dashur të tatë ti. Gabohesh, mama. E kam dashur. Atje shumë. Por djemt kanë nevojë të flenë. Mirë? Unë hyra në banjë edhe qava për një kohë të gjatë. Më vonë, nëna më kërkoi të falur. Megjithse fjalët e saj më kishin vrarë tashmë. Im shoq më tha që të nisja seanca këshillimi dhe kështu bëra për disa muaj. Kjo gjë më ndihmoi. Duhet të kisha kaluar më shumë kohë duke lexuar Biblën, sepse vetë Perëndia mund të më kishte ndihmuar. Por unë ndjeja sikur po bija brenda një humnere dhe çdo gjë më doli jashtë kontrollit. Madje, as për shëndetin tim nuk kujdesesha dot, edhe kështu përfundova në spital për shkak të një infeksioni që ishte përhapur në të gjithë trupin. Ata më thanë se nuk kisha shumë mundësi për të mbijetuar, por unë u luta, dhe Zoti ma kurseu jetën. Ndërkohë vazhdoja të shkoja në takimet e studimit biblik të grave. Edhe pse i ndiqja rregullisht, nuk isha arritur shumë në besim. Kështu që vendosa të flisja me pastorin e ri të kishës që mbështeste takimet e studimit biblik. U bëko që e pjesë e studimit biblik, apo jo, Mary? Kam pothuajse 10 vjet. Ke shkuar dhe në kishë me bashkëshortin dhe fëmijët? Po, për 17 vjet, me besnikëri. Por unë ndihem shumë hipokrite. Për këtë arsye kam ardhur të të takoj. Atje nuk kam parë shumë nga gjërat që fliten në Bibël, edhe unë dua të rritem në besim. Për këtë arsye dua të vi në këtë kishë. Ky është një hap shumë i rëndësishëm. E ke diskutuar me bashkëshortin? Sigurisht që po. Mirë, Mary. Te letra e parë e Korintasve, kapitulli 11, vargu 3, Bibla thot: "Por dua që të dini se kreu i burrit është Krishti, dhe kreu i gruas është burri. Kreu i Krishtit është Perëndia." Mary, këtë urdhëron Perëndia. Krishti duhet jetë kreu i shtëpisë dhe i zemrës, edhe të tjerat vendosen vetë në vendin e duhur. Në fakt, jam unë ajo që ka nevojë të vi këtu, edhe Jimmy nuk ka kundërshtime. Ki besim te Zoti, Mary, dhe në atë që shkruhet në Bibël. Prandaj dua të vi, që të mësoj më shumë nga Bibla. Si shkon martesa juaj? Të them të drejtën, nuk shkon ndaq mirë. Shpesh grindemi, por nuk dua të flas për këtë tani. Dhe sa më shumë që e studioj Biblën, aq më shumë kam nevojë që të vi këtu. Mirë, Mary, por unë kam nevojë të di se çfarë beson ti në të vërtetë. A e beson që Krishti vdiq për mëkatet e tua edhe që vdekja e tij është e vetmja mënyrë për të qenë e pranuar nga Perëndia? E besoj. Unë jam penduar për mëkatet e mia dhe kam pranuar Krishtin si shpëtimtarin tim në dhjetor të vitit 1975. E besoj atë që shkruhet në Bibël, sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet. I drejti për të padrejtët, për të na çuar tek Perëndia. U vrasi pas mishit, por u ngjall me anë të frymës. Shumë mirë, Mary. Shko në shtëpi tani edhe bisedoje me Jimin. Për sa kohë ai nuk e ka problem, ne do ju mirëpresim. Por shko në shtëpi edhe sigurohu që gjërat të jenë në vendin e duhur. Tani e di që nuk dëshiron të vish më në kishë me ne, por nuk e kuptoj arsyen. Unë kam mësuar shumë gjëra në studimin biblik të grave, edhe për gjithë këto vite, jam ndjerë shumë hipokrite. Dua të shkoj në kishën që sponsorizon studimin biblik ku shkoj. Edhe besoj se je duke pritur miratimin tim, apo jo? Po. Pastori lexoi disa vargje mbi autoritetin e burrit dhe më tha se duhet ta diskutoj këtë gjë me ty. E po ai bën punën e tij. Dua shumë ta studioj Biblën. Edhe kjo është ajo që kisha e tyre bën, prandaj dua të shkoj atje. Shiko, Mary, ti e ke në dorë. Bëj atë që duket ty e drejtë. Por unë edhe djemt nuk kemi për të ardhur me ty. Unë shkova në kishë vetëm, siç kisha bërë gjithnjë. Ishte fillimi i viteve 80 dhe ekonomia e vendit po pësonte një rënje drastike. Jimmy u pezullua nga puna në minier dhe unë fillova të punoja si mësuese zëvendësuese. Më pas edhe ai filloi si unë, por ende ishim ngushtë nga ana financiare. U përpoqja të isha bashkëshorte, nën, bi, mësuese, edhe besimtare për kryer. Nuk e dija që Perëndia nuk pret që të jemi të përsosur, por që ne të kërkojmë frymën e shenjtë që të na drejtojë. Kur nuk e arrita standardin e përsosmërisë, u dëshpërova edhe më shumë. Kisha shumë për të mësuar. Dhe Perëndia po më drejtonte
drejt një vendi ku do të mësoja. Në programin ton të erës së ardhshme do dëgjojmë përfundimin e kësaj dëshmie. Do dëgjojmë mënyrën se si Mary shkoi në Pacific Garden Mission. Po ju të dashur dëgjues, a dëshironi të jeni të pranuar? Jezusi na bëri të pranueshëm tek Perëndia. Dhe kur e pranoni atë si shpëtimtarin tuaj, mund të vini tek ai pa frikë. Nëse dëshironi, mund të luteni së bashku me mua tani. Zot, jam mëkatar, një mëkatar që ka nevojë për faljen tënde. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. E besoj se ai u ngrit prej vdekjes dhe jeton përgjithmonë. Më shpëto Perëndi, e ja në zemrën dhe në jetën time, dhe më ndihmo të jem si ti. Të falenderoj Zot për faljen tënde dhe për jetën e përjetshme në Krishtin. Në emrin e Tij unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me mua, ju ftoj të na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët sot. E shpresojmë se do t'tregoni edhe të tjerëve se kur dhe ku mund të na dëgjojnë. Po kështu mund të merrni pak minuta kohë për të falendëruar drejtuesin e stacionit radiofonik që sjell tek ju të lirë nga prangat. Ndoqët programin me numër 296. Kjo ishte pjesa e parë e historisë së vërtetë të Mary Goloversik. Të lirë nga prangat prodhuan nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.